Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të së dielës nuk kanë ndryshuar renditjen e forcave politike në Kosovë, por kanë sjellë lëvizje në mbështetjen elektorale të partive. Sipas të rezultateve paraprake, pas numërimit të 99.40% të vendvotimeve, lëvizja vetëvendosje ka dalë sërish forca e parapolitike në vend, me 42.92% të votave. Partia Demokratike e Kosovës ka ruajtur vendin e dytë me 21.6% të votave. Lidhja Demokratike e Kosovës ka siguruar 17.61% të votave, ndërkohë Aleanca për Ardhshmërinë e Kosovës ka fituar 7.18% të votave. Nga ana tjetër, Partia Socialdemokrate nuk ka arritur të sigurojë përfaqësim parlamentar. Sipas rezultateve paraprake, ajo ka marrë vetëm 0.27% të votave ose më pak se 2.000 vota në nivel vendi. Procesi zgjedhor është karakterizuar edhe nga një pjesëmarrje më e ulët e qytetarëve. Pjesëmarrja në votime ka qenë 36.38%, krahasuar me 44.99% në zgjedhjet e dhjetorit 2025. Këto shifra tregojnë se rreth 200.000 votues më pak kanë shfrytzuar të drejtën e votës. Rezultatet përfundimtare pritet të plotësohen pas numërimit të votave të diasporës, votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 130.000 qytetarë të Kosovës të regjistruar jashtë vendit kanë votuar në forma të ndryshme dhe votat e tyre mund të ndikojnë në shpërndarjen përfundimtare të mandateve në kuvend.